Në portin e Sarandës mbërriti sot kruaziera amerikane Silversea, një anije kapacitetit të mesëm me rreth 400 turistë nga SBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia. Anija erdhi nga Korfuzi, ndërsa vizitorët shijuan disa prej atraksioneve më të njohura të zonës, si Kalane e Lëkursit, Syrin e Kaltër dhe Parkun Antik të Butrintit. Kjo është vizita e dytë e Silversit në Sarandë pas ndalesës së parë në muajin korrik. Anija sotshme që ka ardhur në portin e Sarandës është një anije nga kompania Silverseat. Kjo anije është një anije mesme me kapacitet diku te 400 persona. Kjo anije ka qenë edhe para 2 muajsh në portin e Sarandës. Sot anija erdhi në orën 9 të mëngjesit, edhe pasagerët zbritën të organizuar nga kompani turistike duke vizituar Kalane e Lëkursit, Syrin e Kaltërt edhe qytetin antik të Butrintit. Shumica e turistëve janë amerikan, kanadez, britanik dhe australian. Ka dhe anije të tjera, do vinë më vonë në tetor. Anija do të vijojë udhëtimin e saj në mesdhe me destinacionin e radhës Kroacin. Sipas burimeve portuale, kjo është kruaziera e fundit për muajin shtator, por pritet që lëvizja e anijeve turistike të vazhdojë edhe në tetor e nëntor. Nga janari deri në shtator, është shënuar një rritje e dukshme e fluksit të turistëve me 21.5% më shumë pasagjerë dhe një rritje edhe më lart për mjetet, në masën 47.5%, krahasuar me një vit më parë. Sezoni i këtij viti do të mbyllet më 22 dhjetor, me ardhjen e kruazierës së fundit për 2025-ën, periudha më e gjatë turistike deri më sot për portin e Sarandës.